makina mbi makina, ndërtesa, tym. E gjithë kjo energji që nuk e di ku shkon. Edhe unë jam pjesë e saj. Çdo ditë zgjohesh, nxiton, punon, lodhesh dhe flet. Pastaj nesër përsëri e njëjta rutinë. Por sot jo. Thjesht mora timonin dhe ktheva nga ana tjetër. Rruga u bë më e gjerë. Kuajt në livadh, mbreshka në mes rrugës, sikur bota kishte një buton pauz dhe dikush e kishte shtypur. Pra arritëm në fshatin Vërtakic. Nuk ka semafora këtu, vetëm diell, ajër dhe heshtje. Lloj heshtjes që nuk e gjen asnjë cep të shkupit. Disa herë gjithçka që të duhet është vetëm të ikësh 30 minuta larg. Pra kena ardhur në fshatin Vërtakic. Këtu do më thonë kena ardhur pak për qef, po edhe arsyeja kryesore që është kena ardhur me mbledh dredza. Pra si që pot, jam këtu me Nuredinin, edhe e na të analizu pak infrastrukturën dhe arkitekturën e katunit. Miro, so keq. Po, Nuk është keq, jo. Miro. shqyqër se bashkë e kisha gajla ka me të pëlqy. Janë dy lloj shtëpiave, shtëpia e vjetër dhe shtëpia e re. Po, ma shumë ma e mirës kjo. Që sa hesh. Shtëpia të reja ka shkup sa dush, Allah. Shtëpia të vjetra s'ka. E vërtet është. Pra, si që një të po, këtu është një shtëpi e vjetër, masaksisht e pa banueshme më doket. Që këtu mrena ka do të qenë klisha të vogli që janë të uritë. Qire farftire ka. Qire farftire. Dhomat për para janë kanë kështu, ndërtume me lloç dhe gurzi, apo balt, që thojnë. Kurse nalt plafoni me dru. Këto dritarja. Kjo është një tokë e zezë, por e mbushur me dredza të kuqe, edhe shije që supermarketi nuk ta jep kur. Pra si që një të po, këtu dredza kena. Këshire sa të më doja. Mashallah. Sa dredza madhe. Këshire. Mashallah, shumë të mira. Tu do më thonë full është me dredza, po do detaje për shembull me odhonët këteve, pra si që një të po këtu është mbulume me najlon, zi. Do më thonë ki najloni vënohet për disa gjana me thonë. E para do më thonë e man tokën ma lakt, nuk e le me bina i bari egër për shembull, edhe kur qelin dredzat, më thonë nuk e le kontakt me pas me dhej, nuk kanë dredzat ma të pastërta si që një të po. Këshirë të kuqe, taze, pastërta, nuk janë të përlime. Shkon pak kështu edhe të mbledh. Edhe ma hongër. Ishte e mirë. Ekstrem të mëdhoja janë. Shire me 4 dredza më mblu dora. Mashallah. Tash ju keni me thonë pse do t'je shiltat a janë djega s'janë bo. Problemi jo se tash sa ka fillu sezoni edhe këto janë t'u pjek henes. Më thonë disa janë pjek, disa janë proces për mu pjek. Po do më thonë sezoni pikrisht shtej është, do më thonë sa ka fillu sezoni i dredzave. Për atë arsye, ka plot t'je shiltat që janë proces të pjek. Kërkoj ndjes pi juve që një të nakshirë, po shumë e bom, ka qëllu fati mu me hongër dredza, taze nga fura. Nuredini duke mbledh ludhe shtrydhe. Pa shikove top listën. Shumë të mdoja. Ju që jeni të gazipapës e doni me ble, kontaktoni një në tone, bashes me lirim po. Me lirim? Po, me lirim, 200 kila.
gjmena, që shkja? O, hajde një blejni, se me bo me blej një herë, mi hangër. Kini me blejt dy herë mas Kini me blej. Kini me mlip, kini me mgarin, hecë ku ka, që kina ti marrë. Kalzana pak kohë. Ama, sasia është e limitume. Ja be? Rruj o rrojnë, mos më shkel. Shikshir. Oj, shka dy ka me bo njeri. Ma ti me dorë, se ti e ki dorën e madhe. Kalzaj, ja, sho, që ti 2-3 copa. Aha. Të qëto, ma poshtë janë këto të mëdojat. Mashallah. Që është këta që e një 5 kg. 2 kileve që kjo i. Që do me thonë, në redinit jam lej kryen nga shket. A, nëse ini t'interesum për me blej rojnë i shtrejta. Shtrejta. Po pekla e shtrejta. Pi që ati rojnit, del që kjo. Ama apet shkrujom një Instagram. Si dijet, a? Kaldzaj, po. Okej. Një Allah e di shka të bo. O në redi? Shkaj të bo? Ti shirë dhe foto. Po dili pengon. Dili dhe hona. Edhe telefon të nale drita. Pa dyshim që edhe relaxi nuk mungon. Me fara, kuptohet. Farat ma shumë shqy siklet, po hajtë. Tasht, për momentin, mi mledh ca kumbulla. Në më thonë, kjere, që thojnë ju këteve? Kumbulla ne thojnë. Kena një shok, jamon kajsia janë këto. Që thojnë ju, shkruani në koment. Kjere. Ajde, vazhdoj me mbledhje. Kismet një 15 kg. Për qëtu. Mi nxerë, mi shqit ka 10 dinar. Dyqysh mu, kjo jeta e malit, apo jeta e katunit, më pëlqenë, qëtësi ka. Ama, për shembull, një 2 dit ose 3 dit me nejtë. Se tani mas 2 dit ose 3 dit janë isë monoton bëhet. Unë ngonë rëmuja e shkupit. Bismillah, se kështu zdru. Për ndryshe në redini është të i marrë. Veç këshirë. E dini, shkrymë, në bushes. Do më thonë me të shkryt me e kia. Okej, që. Ka këtu, edhe komplet batja. Do më thonë kështu. Jo, se jam të bajgarë, mësë më shkrymë, se si shesën e. Jo, për vejti. Iha për vejti? Për vejti, që i kam bo. Do më thonë këto ti ki kështu për vejti, ja? Jeste. Bravo. Kërsa e që e bën karakteristike fshatin e Fërtakicës është se këtu ka e, dhe më thonë edhe një shkollë ku mësojnë fëmijët e katunit. Kuptohet, kjo shkolla tash sot e dill në mshel, është mbyll, s'ka nxënës as ka kur gjo, po këtu do më thonë, prej të parë në klasë deri të 9-ën mësojnë. Kjo shkollë ka kushte, do më thonë, prej të parën deri të 9-ën me mësue. Pra këtë ujnë prapa me këto qenit e po, dhe më thonë kë ujë është i pishëm. Katunar këto vinë, nalën, pinë ujë, dhe më thonë është ujë pastërt. Por Vërtakica nuk kishte vetëm dredhza, kishte edhe një shpellë në mes të shkëmbinjve e fshehur me zgjelbrimit, sikur dikush e kishte lënë aty qëllimisht
për ta gjetur. E ne morëm rrugën për të shku ta vizitu këtë vend. Pra, si që një të pa, dhe më thonë, këtu është shpella, që ju cejka pak më herët, uj ka pak rjedh, për para ka pas më shumë uj, po tash nuk ka edhe shumë. Në redini mrejna ka hi, tash kena me hi edhe ne, bashkë me juve, që ta shifni se që ishdo këtë. Për ndryshe ta kam i blicin, me bo pak dritë. Okej. Pra si fillim, është kështu. Kada, se kam pak zor edhe telefonin edhe kamerën e majt një të në kohë. O, që kam e bo? Grace. Kështu është. A ka nëjse në tonë? Ja. Merë kamerën në kamzë? A ka nëjse në të poshta? Të poshtë me kje. Ujë për mlejnë. Po, a? Po, shtërinjë dhe të shku. Po. Mirë. Shumë interesant, gurëzit. Gurëzit, pi ujtit janë botë limush të mdohet. Edhe shka që dhe ujë i pastër, kristall. Po, ujë shumë i pastër të. Kristall. Ki ujë pijet, apo? Se ti këtu këtë po. Për ndryshe, kështë të drogët. Kurse tash këtu do më thonë që është himja, sa të hishtu ka nga djath e ki një vend kështu, që kjo vend këtu ka histori, se po muj me hima fell, po do mundona. Vërtim, në ponën. Këshere, më thonë, moj pak telefoni. Dere. Pra, së që një të e po, kështu është, e kjo ka një farë historie, ta është dhe ju kalëzaj. E ajo që do shta t'jo të regoj është se në këtë shpellë gratë hynin brenda dhe nëse guri fillon të shtrëngoj, ishte shtjenjë që dë bëhesh nonë. Tani unë nuk jam shkencëtar, po jam i sigur që guri nuk di asgjë për fertilitetin e askujt. Por kjo bestitni nuk mbaron me kaq. Ka edhe vazhdim. Njëtën kohë do me thonë edhe një për fenomeneve që ka ndodhë këtu me historitë e grave është se janë nalë të kjo pjesa këtu dikon. Kanë që kokën të naltë edhe qka do që i bje për i naltit, pa marë parasysh qka është krem, kërmil, gjeth, ndo një jashqitje e shpezve, do me thonë nëse i hynë goja e jashqitje duhet me qute poshtë, nëse ha bot arsye që me pas fëmijë. Kurse mesazh jonë direkt prej kësaj shpelle këtu është se dhurus është vetëm Zoti, kurse këto cene tjera mundën vetëm damer avoneve. Këtu ka ana tjetër, ku hini në redini, neve katonartë na thanë që kjo pjesë u ka përdorë si vecej. Ja, si me cej, ja. Ja, Ja, më fashti. si qka? Shpejl, ovë. O mirë dhe shpejl është, ama i kam përdorë për vecej. Me hiqë gjë dhe me bo nevojën. Po, mirëve no, gjithat malë të pasërat, që tu ka mejtë me bo nevojën. Që gjithaj malë. Dhe këtë video këtu du me përfundu me një mesazh për krejt juve që paktën njëherë keni dalë në katonën mal, keni bo piknik,
Në më thonë kështu, ju lutna, mos i leni këto kështu se nuk ka në rregull, do më thonë. Qëre, këtë mbeturina, këtë gjona, kjo i bon dam njerit, natyrës, kafshve, e kretë seneve. Për atë arsye, kur të vini piknik, boni skarb, hajnë një ushqime, sene, mbeturinat me një kese edhe në kontenjer. Shihemi video në radhës, nëse kjo video ju ka pëlqyer, mos harroni me bo like, subscribe kanalin, shihemi në videot e tjera. Bye bye!